Tani vazhdojmë me etnokuqa. Kamerat e etnokuqës e kanë incizuar ardhjen e veturës BMW. Ndërsa në ora 18:32 minuta dhe 22 sekonda incizohet edhe ardhja e veturës Seat të cilën e drejton Granit Plava. Në ora 18:32 minuta dhe 44 sekonda, kamerat e etnokuqës e kanë incizuar ardhjen nga kamerat e mbrëmshme në restoran. Shifet se si familja Murseli vjen. Ja vetura e markës Seat, ja Liridona, 2 fëmijë ndaj Murseli. Mendoj që është mjaftueshëm që mos t'i tregojmë fëmijët. Ora 18:35 minuta e 17 sekonda, hyrja e njëjtë. 35 minuta e 17 sekonda. Hyrja e Granit Plavës në restoranin Etnokuqa, i cili do të ulet në të kundërtën e familjes Murseli. 18:50:09. Deri në 18:52:02 do ta përcjellim se kur ndaj Murseli po shifet momenti kur sepse në ndërkohë ndaj Murseli është ngritur nga tavolina me telefon dhe tani po kthehet. Ndërsa tani kjo është dalja e tyre nga restorani. Shifeni te shigjeta është vetura BMW. Tani, a mund të na shenzoni pas kësaj veturën e llojit Seat? Prandaj e shohim ku është vetura Seat përderisa vetura BMW po del. Dhe BMW-ja largohet nga parkingu. Atje po e shihni shigjetën ku është e parkuar vetura e llojit Seat në të cilën gjendet Granit Plava. Shifeni me njëherë po del. Kjo është vetura e llojit Seat. Në këtë incizim dëgjohet krisma dhe bërtima e fëmijëve. Shojeni nga fillimi? Možete ispočetka. A mund ta shoni nga fillimi? Čuli se pucnje. A keni dëgjuar krismën? Ja se čuje pucnje, ne znam da li ostali. Qartë po shife, po ndëgjojnë krismën se ditë tjerë ta po mund ta ndëgjojnë? Kjo është koha kur në kamerat e marketit në rrugën Dali Palshiqi shifet vetura e llojit Seat, e cila me shpejtësi të madhe lëviz nga drejtimi
i vendit të ngjarjes në drejtim të Prishtinës, nga vendi i ngjarjes në drejtim të Prishtinës. Tani e shohim se shifet ardhja e autobusit nga Bërnica në Prishtinë, për ta kuptuar më mirë për ata të cilët nuk janë të njoftuar. Vepra penale, gjithsesi vetura BMW në të cilën është vrarë Liri Dona ka lëvizur në drejtim të Prishtinës ka Bërnica. Tani, kur e shohim autobusin, autobusi vije nga Bërnica për në Prishtinë, gjithsesi në anën e kundër, do ta shihni që është parkuar në mes, as në anë të majt, as në anë të djathtë, me siguri, me qëllim që mos t'i lejohet asnjë veture kalimi i kësaj rruge. Kjo është lëvizja e veturës, si po shifet, dhe do të shohim se si autobusi ndalet para veturës BMW. Mund ta lëvizni incizimin deri në 23 sekunda, 20-23. Kalojeni pa, kaloj, evo. Ja, e shifni veturën.